Të dashur miq, është nder i madh të flasësh në këtë zonë, sepse këtu përgjegjësia qytetare, betejë qytetare me mafjen dhe krimin, guximi qytetar në këtë betejë shënoi rekorde europiane, rekorde të papara. Ndaj dhe unë jam sot këtu para jush për t'u garantuar ju, banorëve të Astirit, se në planin, në projektin e qeverisashme, adresimi me urgjencë i të gjitha problemeve të krijuara nga urrejtja që qeveria e Edi Rams ka çfryrë ndaj kësaj zone, nga injorimi dhe bojkoti që i ka bërë, do t'jetë përparësi e madhe. Garanci për këtë do jenë deputet tuaj, kryetari i Partisë Demokratike tuaj, do t'jetë Sali Berisha. Ju që mbrojtët vlerat qytetare, mbrojtët banesat tuaja, ju do të keni infrastrukturën më moderne, arsimore, shëndetësore, rrugore dhe të gjithanshme. T'imagjinosh një zonë kaq të madhe, pas një kopsht, pas një çerdhe, do të thotë kesh urrejtje për fëmijët, dhe ai që urren fëmijët, ai është ligësi e të gjitha ligësive. Të lësh një territor kaq të gjerë, një popullat që shkon në 60.000 banor, pa shkollë, do të thotë të rresh fëmijët, shkollim në tyre, të ardhmen e tyre, do të thotë je aftë për shumë krime, po Edi Rama nuk habit njeri. Sepse ai këtë qëndrim të dashur miq mban edhe ndaj atyre trive dhe trejave, burrave dhe grave, heroj të vërtet, që përballen me smundje të rënda në spitalin onkologjik dhe spitalet tjera të Shqipërisë, të cilët ministrat, drejtorët e tij i lanë pa ilaçe, ju vjedhin lekët e ilaçeve dhe i lënë në mëshirë të më të keqes smundjes. Ju jap fjalën e nderit se kjo situatë dramatike do marrë fund brenda 100 ditëve të para. Nda 19 vjetë më parë, tek kundërshtonin ndërtim një rrugës kombit, ja u thash një fjalë atyre të hujve,
se rrugën do të ndërtojmë, qoftë dhe me vath, byllëzykt dhe stolit e grave tona. Atë rruga u ndërtua dhe ato nuk u preken. Po unë garantoj çdo të smur në këtë vend. Garantoj çdo të smur në këtë vend. Se nuk do të mungojnë kur më ilaçet për shtetin tuaj. Se dhe sikur të mos kishim, përsëri them atë që thash për rrugën, vath, stolit e grave do t'i shistim që ju të mjekoj, po s'ka nevoj të shesim as një stoli, as një vath, i kemi gjitha parat, por duhet të ketë shpirt, ai që u len ju pa ilaçe, ai që u len ju pa ilaçe, ai është, mund t'i vesh çdo epitet, po vetëm njeri nuk është. Ai që u len ju pa ilaçe, ai kryen krime kundër njerëzimit dhe është i aftë të bëjë gjithçka. Kështu që 3 muajt e parë merr fund ky kalvar dhe të shqiptarët do kenë të njëjtën listë ilaçesh që ka sot me rimbursim Republika Italiane. Po njeriu që shkelmon mbi fisnikri njerëzore, njeriu që shkelmon mbi bamirësinë njerëzore, mbi dhimbshuri njerëzore, është vite dritë larg nga njeriu i qytetruar. Ka vetëm formën, asgjë të përbashkët me te.